Daryl Dawkins ka qenë një lojtar profesionist dhe një trajner i basketbollit amerikan nga viti 1975 deri në vitin 1996, gati 20 vjet. Është i shenjës Bricjapit dhe ka qenë një nga personazhet më piktoresk, një nga figurat e këtij sporti dhe thoshte shpesh që një pjesë të kohës e jetonte në planetin Lovetron, ku edhe kishte perfeksionuar aftësitë e tij për lojtari planetar. Edhe zhytjeve që bënte në kosh, kishte qejf t'i vinte emra të dalë nga fantazia e tij. Për shembull, zhytja dhe emri që kishte më qejf ishte Turbo Saxophonic Delight, që e thënë në shqip pak a shumë është kënaqësia turbo saksofonike. Bricjeper, bura gra qofshi, juftoj dhe juve këtë javë të silleni si Daryl Dawkins në fushën tuaj të veprimtarisë. Jepini një emër lëvizjes që do të bëni e që më shumë do t'ju pëlqejë. Kështu, me pak humor, do t'ja bësh të qartë të gjithëve se sa shumë e do punën tënde dhe me së dashuri e bën. Të gjithë pastaj do ta bëjnë si ty. Ja se si aktiviteti yt do të marrë revan.